Dita ndërkombëtare e vajzave festohet çdo vit me 11 tetor. Kjo ditë është shpallur nga Organizatat e Kombeve të Bashkuar, OKB, për të njohur dhe mbrojtur të drejtat e vajzave në mbar botën. Qëllimi i saj është të promovojmë barazinë gjinore, të sigurojmë që vajzat të kenë arsim, shëndetin dhe mundësinë që meritojnë, të luftojmë kundër dhunës, martesave të hershme dhe diskriminimit ndaj vajzave. Mesazhi i kësaj dite: vajzat janë e ardhmja e botës, ato meritojnë të ndrojnë, të mësojnë dhe të jetojnë të lira e të barabarta. Sot është dita ndërkombëtare e vajzave. Kjo ditë na kujton se çdo vajzë ka të drejtë të arsimohet, të ndiqë ëndrat e saj dhe të trajnohet me respekt e barazi. Le të mbështesim vajzat që të jenë të forta, e të gëzimshme dhe të lira. Vajzat janë forca dhe drita e botës. Ato kanë fuqi të ndryshojnë botën me guxim, zhuarsi dhe zemrën e tyre të pastërt. Kur një vajzë arsimohet, ajo ndihmon jo vetëm veten, por edhe familjen dhe shoqërinë të ecë përpara. Kjo ditë është një thirrje për barazi, respekt dhe dashuri. Duhet t'i japim vajzave mbështetje që meritojnë, t'i inkurajojmë të besojmë në veten dhe t'u tregojmë se ato mund të arrijnë gjithçka. Faleminderit për vëmendjen.